Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga Vlen, Nevzat Bejta, ka shprehur shqetësime lidhur me mënyrën e zbatimit të disa tenderëve gjatë udhëheqjes së mëparshme të komunës. Në një konferencë për shtyp, Bejta tha se njëri prej tenderëve ka pasur për qëllim rikonstruimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, për të cilin sipas tij mjetet financiare janë ndarë, ndërsa në teren nuk janë vërejtur punime, përkatëse se rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve lokale dhe rrugëve në komunë. Tenderin e kam bërë 700.000 euro. Asë një herë nuk është bërë asë rikonstruimi, asë rehabilitimi një ndonjë rrugë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. 1 metër katror për rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve mund të kushtonë 20 euro. Si pas standarte evropianëve që i kam unë nga Evropa, në Austri 1 kubik asfalt kushton 70 euro. Te këta sigurisht 1 kubik asfalt kushton me 1000 euro. Kështu plaçkitje, kështu vjedhje nuk ka ndodhur në historinë e asnjë komune. Ja si duken rrugët që ato i quajnë të rehabilituara. Ma shumë janë shkatruar se sa janë rregulluar. Ai gjithashtu përmendi një tender të dytë që lidhet me mbushjen e gropave dhe mirëmbajtjen e trotuarëve, duke theksuar se në këtë rast, sipas vlerësimit të tij, pagesat janë kryer pa u shoqëruar me aktivitete konkrete në teren. Mirëmbajtja e rrugëve, gropeve dhe trotuarëve. Tenderi ka kushtuar 200.000 euro për mbushjen e gropave dhe atje ku janë dëmtuar trotuarët. Ja në këtë formë janë gropa. Ja gropa. Kështu gropa kemi me qinda gropa në gjithë qytetin e Gostivarit. Kompania nuk është e Gostivarit. Kompania është e Tetovës. Se këto kompani janë një njeri, një kompani, pa punëtor dhe pa mjetë e punë, pa makineri. Vetëm kalone koha se është realizuar dhe parat ju kanë shkuar në gjiro llogarin e tyre. Ja si e ka menduar asfaltin, me bekatonka, me grill. Sipas Bejtës, tenderi i parë është fituar nga një kompani nga Shkupi, ndërsa i dyti nga një kompani nga Tetova. Ai shtoi se sipas informacioneve që ka, këto kompani rezultojnë të kenë nga një të punësuar.